Sot kam ju të ftuar shumë interesant. Ai është Xhani. Përshëndetje, se u gjeta. Qa adrenaline o Xhani, ë? Shumë adrenalin, shumë. Shumë adrenalin dhe mua m'jep adrenalin dhe pse s'di që ti bi thuat? Si thuat? Po, të performoj. Duhet të performosh. Shumë më pëlqen shumë tupanat, si veriore që jam, jam shumë e lidhur me tupanat. Dhe m'japin shumë adrenalin, knajtësi dhe tradit. Sepse tupanat kanë të bëjnë me traditën, apo ja? Kanë shumë kanë. Në fakt nuk doja të di se si lindi dëshira jote, se tashmë e ke shndruar në profesion. Normal. Si lindi dëshira jote? Ti je pjesë të jesh një artist. Dëshira ime ka qenë prej babit. Sepse babai e ka bë muzikant, i bie bateris, edhe asaj të rrugë që i vogël, që i moshën 10 vjeç, 9 vjeç u futa tyra edhe una bateris. Po ndërkohë më mrapa unë njofta me një DJ, ai quhet Besmi Lala. Edhe në rrugtimin tim ai më ofroi që të fusja me tupan. Do me thënë... Ai ka qenë i vetmi që më ka fut në atë rrugë. Po tjetër kush të kam mbështet gjatë rrugtimit tënd? Sa kohë ke që ti punon me tupan? Kam qenë në moshën 10 vjeç. Që moshën 10 vjeç. A ke pasur ndonjëherë moment që ta lesh fare? Ja. Jeton dot pa iron tupanit? Me thonë drejtën nuk jetohet me ne t'i kohë gjatë shumë. Por 2-3 ditë rrim. Rrim, po më shumë, po. Çfarë do të thotë për ty të jesh pjesë e gëzimeve të mëdha? Pjesë e gëzimeve? Po, se ti shkon me tupan. Pjesë e gëzimeve... Ç'do të thotë për ty? Do të thotë shumë gjona. Shumë gjona, prej dasmorëve, shumë atmosfera mbi dasma, mbi gjitha. Bakshishe merrni ju? Po normal bakshishe që do marrim. Sa mund të marrësh për një natë, për një dasëm? Për një dasëm ka qenë një moment që i kam shku surprizë i dikujt. Ka qenë me DJ Besmi Lala. Për 20 minuta ka qenë diku ke 1,5 milion. 1,5 milion lek për 20 minuta? Për 20 minuta. Si u ndjeve? Me thonë drejtë nuk e prisja, se në atë kohë kam qenë thjesht për shok, edhe s'kam shku ma atë mendimi që do shkosha për lekën. Pas ka qenë surprizë dhe për ty, jo vetëm për personi në fjalë që ke shkuar me tupan. Cila është momenti që pëlqen më shumë, kur ti shkon në dasëm dhe performon me tupan? Pjesa... që gëzohen dasmorët, normal që pjesa bakshisheve. Ke pjesa e bakshisheve se kam fare këtë, që gëzohen. Por ke dasmorët që i japin alegri, se në atë moment na bëjnë mirë edhe neve, që ndërkohë që gjithë dasmorët janë kom, tu kërcy, ajo është një moment i bukur. Po një moment që janë gjithë dasmorët ullë. A ka tupani një histori? Ka shumë historie. Do na e thuash një? Ka shumë, me thonë drejtën, ka shumë tupanxhi sot, si janë vetëm unë. Ka shumë, që din mirami, bo. Por tupani, ka i gjotë mirë, duhet dish ta mash. Po e majte, edhe ajo do të majte. A është tupani një pjesë e identitetit shqiptar? Po është. Ashtu si që thash në hapjet e emisionit, mua më pëlqen sepse është edhe pjesë e traditës. Por cilat zona e preferojnë më shumë tupanin? Më shumë zona Dibra, Burreli, Puka, Tropoja, zona veriu më shumë. Po Tirana, Shqipëria mesme? Po Tirana shumë pak. Shumë pak. A ke pasur ndonjë dasëm që s'do ta harrosh kurrë? S'kam pas me thonë drejtën. S'kam pas e gjithë të momentet e mje ka qenë maksimumi vetëm nga gjysë orë. Gjysë orë dhe kam hik. Po kur të martohesh vetë, do i bish tupanit? Po normal që di bi. Po ti tash ja do jesh dhëndri apo tupanxhiu? S'ka gjë, e në dhëndër, e në tupanxhiu, të dy bashkë. Çfarë fshihet pas një performance në dasëm? Pas një tupanxhiu? Përveç lodhjes? Lodhje nuk kena neve, po si thënë nuk e qfashim shumë. Çfarë fshihet? Fshihet pjesa valleve, gjonave, kërcimeve që bëjmë. Janë shumë gjona. Sa të dashur për të mësuar
Tupanin, do me thënë ta mësosh në perfekcion, edhe të shkosh të performosh në dasma. Sa do dashur, nuk është dashur shumë, sepse si di bish i lloj vegle tjetër, normal që di bish edhe kësaj. Maksimumi javë ka qenë. Me thjeshta nuk është, po do të dish. Është do pak kohë. Po duhet ta kesh edhe me do ta kesh pasion. Edhe në gjak, si i thonë, muzikën, do ta kesh në gjak të. Po mirë, po ndonjë tupanxhi që e vlerëson. Apo nuk janë shumë të famshëm tupanxhinjt. Është një, ai është quhet Vali. Ai është sot për sot. Nishi. Ja. Ai është nishi. Ka dhe më të mirë, janë edhe ato dy vëllezërit, Emiliano Hysa dhe Endri Hysa. Ato janë mirët. Po ti ke zënë muzikë, din të këndosh? Ja, ja, vetëm mira Tupani. Vetëm mira. Okej, me këtë doje ta bëjë një bashkëpunim me një këngëtar, po ti duke rënë Tupanit, ai duke të kënduar. Me Mateo Frokun. Tjetër? Edhe me Gjergj Lucën. Po me dhe femër më? Ja, me femras. Pse është Fatmira, është Eli Malaj, pse s'do dojë bashkëpunim me Eli Malaj? Po, zakonisht Fatmira ka tupanxhiun e vet. Mund ta zëvendësosh ti për një këngë? Nuk e di, atë e di Fatmira. Tani, unë jam shumë kurioze të di për jetën tënde sentimentale. Si je momentalisht? Momentalisht, jeta ime është vetëm Tupan, shtëpi. Je i dashuruar të ta them më shqeto? Si dashuruar? Je i dashuruar? Ja, si jam i dashuruar. Je i lidhur? Si ka mundësi? S'na kalon muzika. S'kalon Tupani. S'na kalon muzika, tu marr vetëm me këtë. Kjo është dashuria ime sot për sot. Mendon që do kesh dashuri tjetër që do e zëvendësoj këtë? Po besoj se po. Po. Si është femra jote? E ëndrave. Kush është ajo femër që ti përmbush kriteret? Si duhet të jetë? Duhet të jetë. Kemi shumë plot veta, për shembull, goca që i kemi në grup valltarët, që edhe këtë pjesë janë dashuruar, janë lidhur, janë fejuar, kanë martuar. Doj një valltarit? Se do. Po ç'do doj këngëtare? Këngëtare më. Ti do ishe tupanxhiu i këngëtarës. Normal. Repiste besoj do të dashura. Po rap. Po si kanë ndryshuar dasmat shqiptare ndër vita? Ka ndryshuar shumë. Ka ndryshuar si vitin e kaluar. S'ka qenë. Po për mirë apo për keq, si ka ndryshuar? Ka qenë për mirë. Kanë vazhduar të bëjnë më shumë dasma? Kanë vazhduar duke bërë më shumë. Si e përjetove ndarjen? E përjetove që i keq, po me kalim në kohës harrohet. Si e more veten pas ndarjes? Po si e more? Mora që i kështu si. Avash, si me qetësi. Pastaj në fund. E para punës më le mami herë me u martu mose. Se? Si e do mami Nusan? Nuk do për herë, se do që të arris atë nivelin që jam. A shumë, po nëse pasi të arrisësh nivelin, ke biseduar ndonjëherë me mamin për Nusën e ardhshme? Kam biseduar. Si e do? Po do që t'jetë gocë shtëpie, do t'jetë gocë punëtore. Tjetër? Tjetër që mos për shembull mos flasin për shembull shumë gratë janë to. Okej, tani është rubrika ime e preferuar. Kemi rubrikën që do përgjigjesh për 3 sekonda, para se të vazhdosh të performosh. Tani, je gati? Do përgjigjesh për 3 sekonda. Ç'a përgjigjesh? Dasëm e madhe apo e vogël? E madhe. Tupan apo daulla? Tupan. Valle tradicionale apo muzikë moderne? Valle tradicionale. Nusja apo dhëndri më emocionues? Nusja. Dasëm verore apo dimrore? Verore. Lokal apo ambient jashtë? Edhe ambient po jashtë, po edhe lokale. Edhe ambient po jashtë, po edhe lokali, okej. Kënga më e bukur e dasmave? Kënga më e bukur ajo kënga e Joz Marku që ka bërë tash. A shumë të pëlqen ty? Vallja që nuk mungon kur? Vallja e Dibrës. Dasëm shqiptare apo dasëm jashtë vendit? Shqiptare.
Mikrofoni apo tupani? Tupani. Muzik live apo DJ? DJ. Bjonda apo bruna? Bjonde. Veriora apo jugore? Veriore. Dua të bëj një përshëndetje për grupin tim me Pik Tupana. I përshëndesim Gert Dukën. Është një nga pronarët më të mirë që ka gjithë Shqipëria. E përshëndesim Gerti ishte? Gerti. Gerti do përshëndesim. Tjetër këdo përshëndesësh? Mami dhe babi. Edhe ishte dashur, stoja një mesazh. Po edhe ishte. Ktheu ke unë se do vish prap. Do vi prap, ë? Okej. Tani është koha për një performancë. Oh. Gjani, të falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi, më ke kënaq. Shumë faleminderit edhe juve për ftesën. Do të jesh gjithmonë i mirëpritur. Shumë Le faleminderit. të uroj shumë sukses, të arrish më atë suksesit dhe se pastaj kur të bëhesh shumë i famshëm, mos thuaj që jo po nuk vi më Klea. Jo, atë se them kurrë. Ashtu. Do t'jem sa më shpesh këtu ke ju. Sa më shpesh se kemi nevojë dhe për pak Shumë faleminderit. Rita. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.